Vllaznia Elite është një nga skuadrat më të reja që shpikat në kampionatin e futbollit amator në Itali. Presidenti i kësaj skuadre, Bernard Gjekaj nga Shkodra, ish futbollist i Vllaznisë, është në këtë momente në këtë intervistë për Verio Sport, duke na dhënë edhe një panoramë të përgjithshme për këtë sezon, i cili duket i suksesshëm për ekipin Kuqiblu të Milanos. Po, Bernard? Po, përshëndetje. Unë sa kemi kalu tani, kena kalu çerek finalen e kupës të Lombardisë në Milano. Kemi neshin gjysmë finale, dhe me thanë që do të luftojmë për finalen e madhe që do të qohet kupa. Pastaj, në momentin që fitohet kupa në Lombardi, bëhet finalja madhe në Rom, janë gjithë regionet e Italisë. Bëhet një kompeticion shumë më i fortë pastaj. Bernard, ne kemi pasur edhe lidhje të drejt për drejta nga studio jonë me ju në Itali gjatë vitit kaluar, ku ishit me një sukses tjetër. Si po funksionon kjo skuadër e cila në përbërje të saj dominon elementi nga Shqipëria dhe sidomos nga Shkodra? Po, tjetër. Janë disa futbollistë nga Shkodra, nga Shqipëria, në përgjithësi, ka edhe shumë të huaj italianë dhe të tjerë atje. Grupi është shumë i mirë, po funksionon. Për ne është një gjashtë shumë e madhe e mirë, se këtë vit po ecim shumë mirë përpara, me disa llafrime që kemi bërë në fund. Mendojmë që për vitin tjetër sa kemi themelu Vllaznia Elite gjithmonë 11 në Milano, që do të konkurrojmë për vitin tjetër në shtator, që është 11 që jam madhe. Interesant është fakti se si lindi mendimi apo iniciativa për ta emërtuar Vllaznia, duke pas parasysh që kemi një Vllaznin në Shkodër në kampionatin shqiptar. Fillimet e para, unë kisha qenë bashkë një Vllazni të vogël, si thënë, si që kemi bën në Teçe, në kampionat Teçe. Pastaj, si thënë, vit për vit fillon edhe Oreksi të bëhet më e madh. Edhe këtë vit kena vendosur që të bëjmë një 11 të madhe, që të lajmë dorë nga Teçe si kampionat Calciotto, e të bëjmë këtë Vllaznin e madhe, 11 e madhe në Milano. Ju jeni në cilësinë e presidentit të këtij klubi, dhe natyrisht që pranë jush janë edhe emra të njohur, të cilët vinë nga Shkodra. Mes tyre, me sa kam informacion, është edhe arbitri i futbollit Dibra. Dis Dibra, po. Dis Dibra, i cili është shumë pasionant. Jurgen Kujashi është një tifoz shumë i zjarrt i Vllaznisë, është pranë skuadrës, ai është si zëvendës president tek skuadra Vllaznisë Elite Milano, bashkë me Erdis Dibrën, që jemi në staf bashkë, ai është sekretari i skuadrës, si thënë. Këtë vit ëndra jona është që të vazhdojmë me këtë projektin ton 4-5 vjeçarsh, me bën 11 e madhe të Vllaznisë në Milano. Si është shpritur në Milano dhe në zonën përreth apo në Itali në tërësi e formimi i kësaj skuadre me këtë emër simbolik i Vllaznia? Vërtet shumë në Itali më pyesin që do me thonë fjala Vllazni, edhe në Itali është fratelanca, do me thonë Vllazni. Edhe me pasionin ton që kena, si shohin, si na njekun shumë tifoza, shumë sportdash komunitet shqiptar, edhe janë e shohin me shumë gjë të bukur, me pasion, si e kemi ne. Sa ato nuk janë shumë, janë pasionatë sportit, por nuk ka se janë shumë tifoza të zjarrt si jemi na të Vllaznisë. Edhe kjo është që na ka ballë me ecë shumë përpara, na ka dhënë edhe pozitivitet shumë të madh ne, si skuadër. Bernard, një tjetër e veçantë sepse je keni shprehur edhe më herët, por tash më duket se kanë avancuar edhe projektet, ju dëshironi një bashkëpunim të mirëfillt, një benjakzim, po themi, edhe më të afërt me Vllaznin aktuale të Shkodrës. Keni pasur kontakt edhe me presidentin e klubit futbollit Vllaznia, Alban Xhaferi, dhe sa kanë avancuar këto edhe për një misore që ju e parapëlqeni të zhvilloni në Milano, Vllaznia Elite e Milanos me Vllaznin e Shkodrës? Atëherë kontakte kemi pas me Albanin edhe me të stafit. Është diçka shumë e rëndësishme dhe ëndër për ne që kemi një takim të mirë dhe një binjakzim që mund të bëhet me Vllaznin. Pastaj është e tjetra që besoj që kemi një kontakt që mund të bëhet një neshje miqësore, Vllaznia Elite Milano me Vllaznin e Shkodrës gjithmonë në Shkodër, në stadiumin Loro Buriçi, para neshjeve të Europës edhe ne para sezonit të kampionatit shtator. Besoj që do të bëhet e mundshme edhe do të
do ta shfaqim pastaj momentin kur dihet edhe data e neshës, nëse kemi një marrëdhënie të mirë që mund ta organizojmë këtë neshje të bukur. Kolegu im Edmond Dibra, komentatori më i njohur i futbollit në Shkodër, i cili është edhe shumë pranë edhe ekipit tuaj. Jo vetëm se është djali i tij pjesë e këtij klubi, por edhe me dëshirën për të zhvilluar kjo skuadër, më ka informuar se kjo misore thuajse është gati për të realizuar. Është e vërtetë, Mondi është shumë afër vllaznisë, si vllaznisë të madhe gjithmonë si tifoz, edhe vllaznisë Elit Milano, edhe për arsye që edhe djali i tij është pjesë e stafit, pjesë e vllaznisë Milano. Kemi pas disa kontakte, kemi ne gjithë të ditë kontakt me të vllaznisë, që të bëjmë këtë neshje miqësore vllaznia Elit me vllazninë e Shkodrës. Diçka shumë e bukur besojmë për qytetin, për si dy vllaznit, për ne shumë e madhe, është diçka rëndësi shumë e madhe për edhe komunitetin që kemi atje në Itali, sepse pastaj do të vinë gjithë stafi, skuadra, me gjithë edhe tifoza dhe biznesmen që janë shqiptarë atje që kanë mundësi që janë të na njekë dhe janë të sponsorizuar ato për skuadrën vllaznia Elit, edhe pse janë shkodran. Dhe në mbyllje besoni se këtë sezon vllaznia do të arrita, të realizojë atë dëshirën e saj prej kaq vitesh të titulli mungon në Shkodër, një titull kampion. Shpresojmë që me këto ndrimet e me këto që po bëhen, besoj që shumë tek vllaznia si këtë vit do të ketë më shumë shkodran, më shumë me kam në tokë, si thëmë na, për me ecë përpara dhe për me bëj skuadër kampione për këtë vit. Se po presim vit për vit, po do në Zoti këtë vit inshallah është aja kama e marrë e mirë, si thënë që dalim kampion. Edi Martini dhe Vjorentin Sinani janë dy emrat që kanë marrë përsipër drejtimin e vllaznisë në stafin teknik, i pari në pankinë dhe i dyti si drejtor sportiv. Besoni që këto dy emra që janë dhe miqtë tuaj datë kohës kur keni qenë futbollist në Shkodër? Po, mu ba shumë qefi, para për Edi Martinin edhe për Sinanin, që janë dy legjendat e Shkodrës, të vllaznisë, edhe Edi është për mu është një trajner shumë specializuar, është një trajner shumë me faktore, si thënë, me shumë të mira, si thënë. Për Shkodrën besoj që të dy janë shkodranë dhe kanë me dhanë maksimumin, edhe unë i shoh shumë të mirë këtë vit, një staf besoj shumë kompakt. Edhe me sa më shumë shkodranë është e rëndësishme për vllazninë, sepse jepet mundësia. Por besoj shumë si tek Edi dhe tek Sinani se do të jenë më e mira e mundshme këtë vit. Isha me Benar Xheke, një emër shumë i njohur në Shkodër, por edhe në Itali, ish futbollist i vllaznisë, aktualisht presidenti i ekipit i klubit Elit në Milano të Italisë, atje ku ka formuar ekipin e vllaznisë dhe pa ecën mjaft mirë në kampionatin amator italian, por me synimin për të ngjitur në Elit. Ndër të tjera premtoj edhe një miqësor me vllazninë që do të realizohet së shpejti. Faleminderit për intervistën, Benard, dhe suksese në vazhdimsi. Shpresojmë të shihemi në Milano në miqësorin vllaznia Elit, vllaznia Shkodrës. Patjetër. Respekte.